Sabahu në Ramazan, çfarë gjykimi ka? Sabahu është farz në Ramazan dhe në gjitha ditët e vitit, po është farz edhe më i rëndësishëm në Ramazan, sepse është një kohë që njerëzit hutohen, ose flenë gjumë, ose qetësohen e kështu me radhë. Për këtë arsye do të më qenë shumë të kujdesshëm për sa i përket sabahut në gjitha kohët e vitit, por sidomos edhe në Ramazan. Wa Quran al-Fajri, inna Quran al-Fajri kana mashhuda. Betohen në Kur'anin që lexohet në namazin e sabahut. Kur'ani që lexohet në namazin e sabahut është dëshmuar nga melajket. Pra ka një dëshmim nga melajket që nuk e kanë kohë të tjera, e sidomos kur bëhet fjalë për në Ramazan. Prej keq kuptimeve që ka të bëjë me syfyrin që na iku shpar, është se ka njerëz që mendojnë se kur të hanë syfyr duhet të jenë patjetër me abdes ose duhet të jenë të larë nëse kanë nevojë për gusl, janë xhunub. Mund të hahet syfyri edhe duke qenë xhunub. Mund të hahet syfyri edhe duke qenë pa abdes. Po mirë, nëse hin koha për shembull dhe unë jam akoma xhunub, s'ka problem. Thirret ezanin e sabahut, ti bëj guslin, bëj dush, pastaj shko fal sabahun. Pra nuk përbën asnjë lloj problemi kjo gjë.